Mirëmëngjes Kanada, mirëmëngjes Shqipe, mirëmëngjes diasporë nga unë Gojard Kodra. Dhe unë Mendi Kabashi, mirëmëngjes në këtë ditë kaq të bukur, në fakt nuk është fare e bukur, është i çike zymt, po do ta bëjmë ne më të bukur. Yes. Ku s'ka diell, jemi ne. Apo jo? Patjetër. Mirëmëngjes, edhe një herë sërish bashk. Po. Do flasim për shumë gjëra, po mbi të gjitha për nëntorin e shqiptarëve. Do ta nisim me këtë kuqezi, prandaj dhe Gojardi po vesh po mban veshur, le të themi. Kam veshur. Po mban veshur një jelek shumë bukur kuqezi për të kujtuar festat e nëntorit, sepse nëntori është i shqiptarëve këtu në Kanada, për ata që se din. Po ç'a bëhet? Vetëm e llafe kanë këtë nëntorin si festën e shqiptarëve, se nuk e di unë ç'a bëhet eksakt. Kanë vepra dhe neve i falenderojmë të gjithë shoqatat që kanë bërë një punë madhështore që shumë vite. Sidomos shoqata kryesore, Bashkësia Shqiptare Kanadeze. Ka qenë domethënë tamam ajo shoqata si ajo nëna shoqatave shqiptare që në Kanada. Ka bërë një punë shumë të mirë. Edhe kështu që domethënë i falenderojmë në emër të televizionit tonë. Domethënë këto që ta kuptojmë të gjithë, jo vetëm unë, po dhe të gjithë të tjerët. Këto qeveria kanadeze arriti domethënë e shpalli muajin e nëntorit, muajin e shqiptarëve. Po nuk e shpalli rastësisht, ka shku kërkesa. E kuptoj. Dhe shoqatat me punën e palodhur që kanë bërë ndër vite, kanë bërë të mundur që në 2012 të bëhet nëntori i shqiptarëve. Po kështu parada gjëra nuk është se kemi ne. Kemi në mend të bëjmë një parada do ndodhi. Do ndodhi këtë vit për herë të parë do ndodhi parada e shqiptarëve, do bëhet kuqezi gjithë Toronto. Po ku do bëhet? Akoma nuk kemi konfirmuar datën. Unë po bëj gati kuqezi, kam flamuja, gjitha do t'i bëj gati. Bravo. Kurdo që ton këtu unë t'jem gati, domethënë. Po, ti aty bafunitate si patriote. Dhe tani jemi në pjesën tonë të preferuar tek historitë e shqiptarëve që kanë ndërtuar jetën nga e para në Kanada, në vendin e mundësive. Po cili është sot, a që do vije sot të tregoj? Besnik Kalla, një njeri që filloi ndërtimin me shokët dhe shkoi shumë shpejt në ndërtimin e ëndrrës kanadeze. Bravo. Besniku ka shumë emocion sot, po ne kemi premtuar që do ta bëjmë këtë intervistë kur të jetë në kafe. Ja, edhe në kafe, po në familjen e tij. Tani duhet supozojmë që jemi në kafe sepse ndodh dhe kështu. Jemi në një kafe në Shqipëri. Ato kafet e Shqipërisë janë më të gjata se këto Toronto, se këto Torontos merren kështu si shots edhe ikën me vrap. E ke mbaron punë shpejt e shpejt. Besniku do vi me hira me pa hir, ja kemi mbushur mendjen, nuk deshte shumë të fliste për veten. Është një çik në siklet për të treguar. Besniku ka një gjë shumë bukur, se Besniku do të flasë me vepra, jo me. Ftojmë Besnikun. Mirë se erdhe Besnik Kalla. Besniku erdhi domethënë pa pritur fare, pa kujtuar. Mirë se erdhe Besnik, shumë kënaqësi të kemi në emisionin tonë Mirëmëngjes Kanada. Ne po të bënim si vin more Besnik. Edhe kishim frikën se e ke parasysh atë jo shprehën, ka qenë pjesa abetares, më duket. Mirëmëngjes Shqipe, mirëmëngjes. Bravo. Pas të abetarja ne për një më që ti se vë, fjala mik bëhet tik. Çfarë kështu more Besnik? Ai thuhet miku tik. E po Besniku është tu, mikun e kemi këtu, nuk na iku. Ja. Besniku nuk ikën asnjëherë. Besnik duhet ta shkurtojmë çik emrin se kshu e nisim ne, domethënë shqiptarët. Nik, okay, Nik. Okay. Onda. E ndam dhe këtë, Besnikun do ta thrasim Nik për emrin e gjatë e Google-in. Të gjejnë dot në Google apo jo? S'ke fare kështu si. Kërkojmë po. Kompanin po. Me kompaninë. Emrin tim po kërkojnë gjë. Po na thuaj pak emrin e kompanisë, lutem. Nix Developments edhe Nix Real Estate. Dhe çfarë bën Nix Developments? Nix Developments specializohet në ndërtimin e shtëpive luksoze në Toronto edhe qytetet përreth. Luksoze. Se këto shtëpia kështu kot me kalu radhën si bëni ju? Si prekni me dorë? Për momentin jo, e kemi bërë përpara. Po si tani si e ndan luksozen dhe jo luksozen, se këtë po mendoj unë, është çështje subjektive apo jo? Do flasim pak më vonë për këtë pjesë. Fillojmë një herë si erdhi Besniku në Kanada. Kjo është e rëndësishme se normalisht njerëzit nuk tapin qiellin pa
pa tregu pak a shumë sfidat e Po, jetës. avash në tokë, hapa një pas Besnikun e një hapat. kemi nga Elbasani. Nga Elbasani. Elbasani Alla me dova se ishte nga Tirana, po nuk e di. Shqipëria mesme. Nga Elbasani ka Në dhe stadion Alla ka në... në gjithë Shqipërinë. Po, Nga Dipra kam parë disa me mbiemra Alla nga Burreli. Ka dhe në Krujt, nuk. Elbasani, Edhe në Krujt ka alla. në Pogradec. Allah, gjitha ne. Si si madh. Ti si madh. Atëre, Besnik, kur erdhe? Në 2008 më së mbaj mundun, ke ardhur Katër tetor 2008 me studime, dhe ishe vetëm vetëm tek pull me durë në xhep dhe me valixhe me vete. dhe me i valigje. Një valigje me ëndra besoj. Si të gjithë ne. Po, jo valixhe me robe, ëndrat A sirtar. kishe mendu Besnik se do vjen në Kanada një herë apo ke pas një alternativë tjetër për shembull në shtet tjetër? Kisha plane për emigracion, po kisha menuar që vendi më i afër që do të Ose më kollaj. një eksperiencë të re, ishte Angli, Amerikë, Australi, Kanada dhe Zeland Re. Ndan ku fote anglisht. Ku fliste anglisht edhe doja një botë Se kishe një hartë kështu para syve dhe kishe bërë me kryqe me tik këto, ku ti bie 10-a, si e bëre? Si vendose duhet ta di? Në fakt tentova për në Amerikë përpara, pastaj ja nuk u realizua dhe ndodhi që mora vizën për Kanada. Po kishe shok këtu? Këtu kishe shok? Jo, nuk kisha njëri. Si e mori vizën për Kanada ky më vëlla, se Kanadaja është më e vështira, kështu thon të paktën. Student excellent. Nuk ka është vërtet. Që ja, ka di. sekrete, pa. Nuk kam qenë asnjë. Asnjë. A më ke qenë apo s'ke qenë? Jo, nuk kam qenë. Se ne themi vetëm të vërteta këtu, mos na prishni reputacionin. Mund të them që kam qenë, po besoj po të pyesësh vetëm Dëgjoj, mësuesi, karta kam e- qenë problematik. Do Ka të ardhur mandën koha intervistës. që do me thënë themi çfarë themi, po nuk e marrim vesh se ça bëhet me të vërtetë, se asnjëri nuk e vërteton. Çfarë s'kam dëgjuar deri tani? Për shembull, Për shembull, kur e di unë sot ai tjetri kam shkuar në hën unë dhe u ktheva mrapsh. Kush e merr vesh, iku apo siku? Jo në hën, po diku tjetër, në një vend do t'i kontrollosh pasaportën. Si e gjen? Nëse kthehemi në pak Elbasani herë, Jam për në hanë, unë jam për ndërtimin e shtëpiave, blerjen e Se në shtëpiave. Elbasan lutem- iku ai, pse do kthehemi te të Elbasani? lutem na A thyr keni pak hapin e memorie? parë kur ka ardhur në aeroport të Kanadas në Ontario, në Pearson. Pearson International Ja, Airport, po. si u ndjeve e me atë emocionin era parë nga Shqipëria apo ke pas tjetër eksperiencë para Kanadas? Jo, nuk kam pas eksperiencë emigracioni, nuk ka qenë hera Hera parë, parë. me përjashtim që kam qenë në pushime në disa vende. Me Me valizhe. pushime kemi qenë të gjithë Me një valizhe në Kanada. Të këto të Valizhe rëndësishmet. në Kanada 2008 pa ditë fare ku po ikja. Atë valizhe e ke rrit për nostalgji apo e ke hedh fare? Nuk e di, po kërkoj dhe mund ta Se gjej. ka po- njerëz që i rrin për nostalgji. Jo, e maj mend dhe pastaj për i cakua mrapa kur lëvizja në fillim fare që kisha vetëm një valizhe me veten nga një shtëpi ikja në vend tjetër. Wow. Ashtu hapat. Interesante. Derisa filloi pastaj të ndërtosh shtëpinë tënde apo para se të filloj të ndërtoje ti nise, domethënë duke ardhur këtu me idenë që po bën një shkollë biznesi apo jo? Tash unë erdha me idenë që merrja një eksperiencë, marrë studime dhe pastaj do filloja nga aty. Pastaj fillova të stabilizoja. Se ku do të çonte jeta pastaj ja le ishe me plani apo pa plan, Nik? Atëherë isha pa plan, i humbur. Tani je me besoj që plan, kam një lloj tani je me plani. agje. Nik një pyetje të sinqert. Sa vite të hëngri domethënë jeta që ti të stabilizosh? Se jeta që të hëngri, ta jeta o zoti i madh si No, ta. Besoj që kanë gjithë jetën, po Sa vite të desh? besoj që nga 2008 deri në 2010 isha me studime. Por aty pastaj dhe mëson që përballesh me realitetin që nuk është vetëm shkolla, po duhet të punosh të përballësh shpenzimet dhe jetesën. Kesh në Po, praktikë. besoj paktën 4 vitet e para, 5 vitet e para ishin më të vështira, pastaj fillon stabilizohesh, njeh njerëz, krijon. Edhe unë jam emigrant si puna e gjithë shqiptarëve, po kur era për herë të parë, këtë thoshin 5 vjeçarin e parë të duhet me mësue, po do kesh sfida gjëra, po fatikisht sfida ka gjithmonë në Kanada. Jo në Kanada, po në këtë botë. Më thanë, ajo shifra 5 vjeçare për mua është kot. Tash i besoj nga lidhja që ke njerëzit që njeh profesionin dhe mundësitë që t'jepen, ngaherë deri diku besoj që duhet punë fort, por edhe pak fat në jetë. Edhe fat edhe kontakte me njerëz. I çiksi shumë. I çiksi shumë Në fat. rastin tim nuk besoj që ka qenë shumë fat, më tepër ka qenë punë e palollshme dhe Se- sakrifica. Ju futën ndërtimin në 2012 me shokët, a? Unë ndërtimin me shokët thash, njoni shtrollaçin, tjetri vetullën, kush e merr meritën pastaj?
Njoni Makovën e Llaçit si bje, se bësh shaka, si është kjo puna ndërtimi me shokët na tregoj çik. Ndashin Tash shumë. besoj siç ndahen punën ndahen dhe meritat, por po, në fillim fare ndodhi si një mundësi për të përballuar shpenzimet dhe jetesën. Ishte deri diku aksident, nuk është që ishte profesioni që unë doja, ndërtimi, por pasaj aty ndjeva një lidhje me ndërtimin edhe vazhdova ëndrrën. Sa ishte ora atëherë, ora punës? Se sot ka Me sa më mendon ka qenë besoj që 10? nga $14 ora, 14-16 dollar ora ndërtim po. A më rrini pak te lekët, lutem, se nga 14-a, po pse kam një pyetje me më shumë lekë, se vdesin shqiptarët për shifra. Ca herë dhe si kuptojnë, do t'ja shpjegojmë shumë me 0-0. Po pyesë sa ka fituar, bëj them sa ishte ora punës Po pra, në ora përgjithësi. punës. Që kishte vendosur shteti kanadez. Për lek po pyesja. Po patjetër. Minimum wage besoj atëherë duhet të qenë rreth 12 deri në $14. Nisë si kanë kaluar 17 vite, nuk e marr me 100%. Po. Kuptoj. Do me thënë ti e nise nga fillimi që tash je me të vërtet që këtu deshe të rrije, por duke qenë ti ai që ndërton. Po përpara se të shkojmë aty, në 2012 në mos gaboj, bleve shtëpinë tënde të parë? Në 2012 nuk ktheva të sakon në Shqipëri, besoj 6 muaj. Okej. Tani na ngatroj fare pyetjet. Përpara se të shkojmë te lek, prisni dhe pak, ju lutem, se kemi një pyetje me pjesën kështu precize të lekëve, po do ta çojmë mbas kësaj. Shkove në Shqipëri, 6 muaj, ëh? 6 muaj. Po ç'ishte kjo dalldisje? Besoj gjithsesi nga që nuk isha dhe ishte në fillimet, këtu nuk isha i stabilizuar, dhe doja ta provoja edhe herë të gjeja veten, pastaj shkova edhe reflektova. Tash Kanadaja është vend me mundësi, edhe u ktheva mbrapa. A mendon se Shqipëria është energjia e dur që ka nevojë ta marrësh zënëri kur has për shembull sfida në emigracion, një kthim mbrapa në Shqipëri të marrësh energji dhe vish prap, mendoj se i mban mirë zënëriu. Mendoj. Po, besoj që është shumë e nevojshme për reflektim. Edhe për kulturën dhe diferencën. Në opinionin tim, Kanadaja është vend me mundësi, por gjithsesi duhet punë e palodhshme që të realizosh ëndrat e tua. Do me thënë ti ke 6 muaj, siç thot Gojardi, për të marrë kështu charge, një karikim, supercharge, edhe i ke me vrap, po se 6 muaj është shu si pushime të zgjatura. Neve mund t'japim edhe një recetë për teleshikuesin tonë, që kush ndjen në momente që është në udhëkryq në Kanada në emigracion, të bajnë një kthim mbrapa në Shqipëri, të marrë pak energji, pa 3 muaj. E me 3 muaj, po. Pak charge se energjia më e mirë te toka am nuk ta e asnjë shtet në botë. Mund t'i jap edhe unë një zgjidhje. Ditë konsultohen me mua po duhet. Ja, po duhet të përjetu. Tani ka bërë dhe consulting Kam eksperiencë shumë për këtë. Okej, nga eksperiencë jetë, ëh? Nga eksperiencë jetë, po. Kuptoj. E di, jemi bërë gjithë ne shqiptarët jemi bërë një çik psikolog. E ke vënë re? Jeta vështirë me ta të pjeta? Jeta. Si është kjo puna? Okej, atëherë. Fast forward, shkove në Shqipëri, u ktheve, kuptove nuk deshe të rrije në Shqipëri, more një karikim ama të shërbeu, u ktheve mbrapsh. Dhe pastaj çfarë bëre? Me sa di unë, more një shtëpi në rreth asaj kohe, domethënë, po e bëjmë prap fast forward se nuk mund ndalohem në çdo etapë të jetës tënde, po këto të bukura do themi vetëm. Bleve një shtëpi, edhe vendose që ta zbukurosh, ose ne këtu i themi flip. U ktheva mbrapa në vitin 2012, pastaj në 2012 deri në 2015, punova me njerëz shok dhe miq. U fitova eksperiencë. Pastaj në 2015 bleva shtëpinë e parë dhe e rinovova. Dhe do na e thuash se bëra një bisedë me Besnikun përpara dhe më tha, edhe disa bëra tha nga ajo, a do ta dish? Tash më po mirë, nëse do ta thuash, ta themi. Jepi. Okej, hajde. $500,000. Do me thënë 5-0-0-0 Fitim. 0-0-0. Fitim po thumë. Po. Wow. Ishte koha kur marketi në Kanada ishte shumë i mirë, gjithmonë në rritje. Ka qenë koha kur në Amerikë radh. 5 me shumë 0 bëri. 2008 ishte kur ekonomia amerikane ishte në recesion dhe kishte shumë rënje javë këtu në Kanada. Ndodhi kundërta. Po. Edhe
jo që isha shumë i zotit atëherë, po ishte edhe që marketi ishte shumë i mirë. Po mirë, tani na trego pak si bëre rrushe kumlla këto lekët, se ne shqiptarët njihemi për këtë punë. Kush thamë që ka bërë shekumë? Po, imagjino. Ja kam tregu vetë. No way. Dëgjoj, Po e pas kam kap nuk duket në shumë moment të dobët, Nuk në duket si që i bën rrushe Nuk e dinte që do ja përdorja kundra, prandaj kujdes njerëz me fjalët që nxirrin nga goja. Kjo ka talent për gjykatëse, se kjo Jo. për kështu që i përdor këtë çdo fjalë përdor. Master në Gjykat. jurisprudencë kam unë, nuk ikën ajo. Gojari më shef edhe sot, se s'ka një atëherë. Atëherë No. Dhe tash më pëlqen që No, më duket shumë serioz. Jo, serioz jam, po atëherë s'kisha dhe eksperiencë mjaftueshme dhe këtu Pa s'ka mirë, që mirë. bëra shumë lek me një periudhë kohësh të shkurtër, mendova që tash që ka shumë lek për fitu lek, kështu që jepi, jetojmë jetën. Po kështu Tani është, mos edhe i jeta- devi jo pyetje se më mend, po na edhe tregoj jeta- një çik si edhe bëre. jeta në kur shkon në kazino për shembull, të jep një herë fatit, të jep një dorë të mirë, Po. aty ngel peng. Papën shpull fati. No, po shumë persona ngelin peng pastaj. Se thotë hasi do fitoj prap, edhe. Po ky është e kundërta. Ky do Po, të thonë gjithsesi e vërtetë është unë fitova prapë, kështu Po, që. po shqyr. Të ti, do me thënë e Të bëre don, kështu si të don. cikël jetë këtë, fito boj rrushe kumlla? Deri diku, më pëlqen që të jetoj jetë. Ne neve jemi Jeta shumë është happy që të gjithë shqiptarët të shikojnë të suksesshëm. Do të thonë kur ju jeni mirë, të gjithë jemi mirë. Po. Tani do na tregosh si i bëre apo jo? Do dalim për një herë Ama tjetër, do leta aftojmë prapë. receta do ka me ba lek jo valla. Jo, Do e pa recetë si lek ta vetë. prishësh lekun, më ta grisësh fare, po Këto se ç'është kjo? diskutojmë këtu në studio, që unë duhet të përfitoj që të bësh ti lek, duhet të përfitoj edhe unë diçka. Kështu që hajde në Se zyrë, nuk e ulemi ndan, e nuk diskutojmë e këtë ndan. punë. Atëherë nga ti bëre një cikël kështu, e vendose që nuk do ndalesh me aq, do ndërtosh prap sepse vetëm ti zbukurosh shtëpiat, nuk është mjaftueshëm për ty. Deshe të ndërtoje ti nga fillimi dhe bën custom homes për VIP clients. Që nuk është gjë që mund ta bëjnë gjithë. Bravo. Faleminderit. Me qënë se jemi të kjo pjesë. Dhe na thuaj pak të lutem, ke dhe një ortak ti me sa di unë, po e kemi gjithë në atë pak a shumë, që quhet CRA. Po, Canada's Revenue Agency, është departamenti i taksave në Kanada. Po ato që jam partner me ty, po pa u djersit, pa u lot fare. Pa vën as një tull njerëz, Pa vën jo as një mur tull, që nuk po. ngren, po këto pa vën tull, këto duan lek gjys për gjys. Si bëhet? Na trego pak se duan të dinë shqiptarët për shkakun që sa fillojnë bizneset këtu, si t'ja bëjnë me këto taksa, domethënë, si është një mënyrë strategjike e ligjshme, që ti të mundohesh të evitosh taksa brenda mundësive, kornizave të ligjit. Unë në di kështu popullor që blej kështu makina, edhe bëj makina paret. Paret e taksave bëj makina. Po, dhe tani Edhe shteti nuk Ashtu, charge. Shumë pak. E di kështu popullor. si është Popullor që. Niko? Ajo që thot Gojardi deri diku, duke rrit shpenzimet, por nuk është fusha ime dhe jam ekspert se si të kursesh po. tek taksat, por besoj duhet një professional accounting, mund t'japi këshilla më të mira se mu, po gjithsesi besoj duhet t'jesh strategjik, edhe të kesh një plan për Plan Z. minimizosh shpenzimet, edhe të paguash sa më pak jetë e mundur, po gjithsesi nuk besoj që ka një mënyrë mos paguash fare. Ja, e kuptojmë tani, ne nuk po themi mos paguash taksa, por ideja e që mos të binë kokës taksat, e të bëhet merr ai partneri si arrej që tha më Partneri shumë padukshëm. se ti. Po. Pa vën Bukur. kështu fare djerë. Mish mos harroni, jemi në emisionin Mirëmëngjes Kanada me ftuarin ton Besnik Allen. Besniku i ka edhe fjalët me lek, nuk po na thot fare, domethënë teknika kështu se si shumë mirë. si të Mirë, bëhemi mirë, një okay. çik më mirë, kemi strategjitë tona, ky thot hajde se do hap consulting firm, edhe aty do ju charge për orën. Nuk ka receta, Do- do recet pa lek. do- Po recet më pa pa lek lek, se ja, jemi ja, e kemi sa. ftuar këtu të Ekonomi ndajmë tregu. mendimet. Tot profesionit janë konfidenciale, pastaj Po. ke kafja shkojmë diskutim për më datë ditë. Po thuj për këto të rinj më vlla, jo për ne, se ne nuk kemi mend me hap bizneset tona, ne jemi nart. Ne s'merremi fare me këtë punë, ne dim vetëm si të humim lek, jo të bëjmë lek. Ja, si humbim besoj gjithë dim po. Si ti prishim, Gjithsesi në ka fakt një nuk pjesë është njerëz që humbim, nuk po prishim. janë shumë më mirë me kursimet. Unë jam që të fitoj më shumë dhe të shpenzoj më shumë. Kështu që A ti fiton më shumë që të shpenzosh më shumë. Në fakt është Po. teori shumë e bukur. Domethënë ke arritur një standard jete ku ti s'do ta ulësh dhe thua unë do mbaj këtë se do shpenzoj në këtë lloj mënyre. Po. E man konstante apo ke shku kështu
Domethënë rritje si raket drejt hënës. Shpenzimet deri diku për mua janë pa kontrollueshme, po jeta vazhdon. I thon faktikisht që duhet një grua në shtëpi që të sjellë me këmbë në tokë. Gratë janë ato që mbajnë ekonominë, është e vërtet? Po, kjo është e vërtet, po problemi është që e kam studiuar atë si vetja deri diku. Ti s'pas ke shpresë vlla? Po më duket se vjen dhe një djalë i vogël. Ai aty do të kemi shpresën. Mas 20 vitesh maybe bëhet fëmia djali i besnikut. Shpresoj mos jetë për shpenzimin e lekëve. Po nuk do ketë gatmësoj fare, ju që ngani si familje pa shpresë. Në shkollë për financa. Po. Tri me këto kanadezët, se këto me zore nxjerrin lekun, pa. Na shohin në shqiptarët që jemi për faturën tonë, aman, na ra fati. Neve morëm vesh se ke një biznes shumë suksesshëm, tani kishim shumë dëshirë që edhe neve, po edhe dëgjuesi jon, ta tregojë pak si nis ditën Nik Alla. Që nga kafja, s'polem të për shembull keni staf një ekip pune për shembull që Po, kam shumica njerëzve që punojnë janë staf kontraktor, por kam edhe një administrat. Janë shqiptarë gjithë apo edhe kanadezë? Kombinim shumë edhe të huj. Dita fillon zakonisht nga ora 7 e mëngjesit. Dal nga shtëpia nga ora 8. Gaherë që nga ora 6 e di që kam missed phone calls, se s'po shoh telefonin. Po normal. Edhe shkoj, marr kafen e mëngjesit diku aty në lagje. Pastaj fillon procesi. Zakonisht ikin në zyrë, por nga herë ikin edhe në site visits, tek punët. Gjatë ditës shumë i ngarku. Dy biznese, right? Ke dy biznese. Luxury custom homes dhe real estate agent. Merrimack Professionals. Do më thane ke në kontrol gjithçka, se dy biznese nuk është e lehtë. Shumicën e gjërave i kam kontroll, po. So dhe ndërton edhe shet. Tani kështu pyetje pak të sinqertë, se neve jemi të sinqertë dhe unë dhe Mendi. Normalisht mendoj që është e udhës, si thënë nga jugu, që çdo njeri kur hini biznesi do të marrë pak edhe ca receta ose kurse, trajnimi, gjëra. Ti vetë ke marrë në kështu në seminar apo ke bënë shkollë për Jo, nuk menaxhim apo gjëra. Po shkollë për menaxhim. Apo thjesht praktika. Por thjesht ka mësu puna vet. Në fillim të kuptohet që duhet të krijosh strukturat, është proces shumë punë, ditë gjata pa gjumë, edhe punë e palodhshme. Po ti ke licencë që kështu shkollë ke bërë për real estate agent, dhe me sa di unë nuk është e lehtë. Nuk merret licenca pa mësuar. Po janë ja futet kohë tani. Jo, është e vërtet, po. Ke bërë shkollë, njerëzit duan me shtu shkollat që kanë bërë besniku thotë se kanë bërë shkollën, tha është teknike kështu. Ke bërë shkollë më vëlla, ke bërë shkollë. Jo, përsa i përket fushës ndërtimit, nuk kam bërë shkollë, kurse për real estate kam bërë kurse që ke praktikën ndërtim që njeh në çdo hap. Kjo është shumë e rëndësishme. Që ndërtimin kanë ndihmu edhe my real estate business për paguar njerëz indirect. Nik, për shembull, kam dhe një avantazh sepse nga që i bëj të dyja dhe i njoh mirë të dyja këto fusha dhe bëj dhe shumë konsultime për shembull. Kur dikush do blej shtëpi, shumica e agjentëve nuk besoj që kanë një rit që të bëjnë kostën sa kushton shtëpia dhe sa ka vlerën kur të mbarojnë. Kurse ti nga që e ke parë në praktik, ti e di eksakt se si duhet. Shumë interesante kjo, se nuk e kisha menduar që kur ti edhe ndërtues po dhe shet, e di eksakt, domethënë se si do shkojë dhe çmimi, si do rritet, ke avantazh që njerëz të tjerë nuk e kanë kur janë vetëm real estate agents. Jo për t'i ulur. Dëgjoj, kjo shkolla e real estate agent është, me sa di unë, është e vështirë për të marrë licencën. Duhet ta mbani, keni trajnime gjatë gjithë kohës, domethënë janë disa kurse që duhet i bash çdo 2 vite mirëmbash licencën. Por e di që me restorantet për shembull përdoret kjo strategjie që nëse e merr një pije zam $1, edhe që këtë pije do të shit në treg paktën më shumë se 5%, domethënë 2-3 fish. Si shkon kjo me construction ose me punën në real estate? Për shembull, ke marrë një shtëpi 500.000, sa të shkojë 2 fish shitja apo varet sa i jap. Me shit. Tash i varet
nuk e di nëse po flasim për njëjtën gjë. Apo s'ka rregulla. Jo, rregullat janë kur e ke ble, lagja, koha që e ke mbajt, si ka shku marketi, ka shumë faktorë që mund ta ulin. mund ta ndryshojnë vlerën e shtëpisë. Meqense folëm për këtë, është e vërtetë që është në kohë të vështirë shumë Kanada për sa i përket shtëpive, shitjeve, blerjeve? Po, 2 vitet e fundit ka qenë goxha slow marketi real estate. Unë fatmirësisht nuk e kam pas këtë problem. Kanë qenë 2 vitet të mira për mua, por për momentin është pak slow. Që si për gjithë tjerët kanë qenë keq si apo ti që ti ta kthesh të keqen në të mirë? Na trego pak se pas ke strategji me sa duket. Jo, besoj më tepër është që njerëzit e dinë çfarë janë gjendjet bëj, edhe shërbimet që i ofroj, edhe njerëzit që kanë punuar me mua, besoj e kanë pa që unë jam i ndershëm dhe punoj me zemër. Atëherë sa janë ulur çmimet e shtëpiave në 2 vitet e fundit me përqindje, pak a shumë? Nuk besoj që mund të kem një numër konkret, sepse çdo lagje është e ndryshme, po besoj 10 deri 20%. Deri në 20% janë ulur, po. Sigurisht, këto kanë një kështu si slogan location, që do të thotë vendodhja është baza për të vendosur për të blerë një pronë. Është e vërtetë apo jo? Shumë e vërtetë. Po tani këtu kush përfiton këtu tani? Këtë ulje. Përfiton dy palët edhe blerësi edhe aq shet? Këtu përfitojnë blerësit. Po aq shet? Do të thënë në qoftë se doni të blini shtëpi, tani është koha e dur për të ulem më, të presin këto se të gjithë shqiptarët thonë apo të gjithë Black Friday. I ulni këto shtëpiat në Black Friday me qira momentin se si bëhet se rrobat gjitha ulen, vetëm shtëpiat nuk ulen. Megjithëse janë ulur tani është koha, do ulen më. Të presin më shqiptarët apo t'i blen tani? Tash nuk kam crystal ball, nuk e di çfarë ndodhi, po me sa po shohim ne, blen tani. Hidhuni njerëz, qoftë se doni të bleni dhe nuk keni pronë, tani është momenti. Besoj që tash është momenti. E se më mirë do bëhet më keq s'ka ku shkoj. Interesat besoj po ecin në right direction. Ishim një announcement që i ulën para pak javësh, edhe tash nuk jam që e di çfarë do ndodhi. Tani ne gjithë besoj që është koha e dur për të investuar dhe në momentin që ulen interesat, ngrihen çmimet e shtëpiave, që kështu mos shkojmë në atë pikën ku pse se bleva, se ishte koha e dur, ja tani është momenti. Nuk është asnjëherë koha e dur, para asgjë. Duhet të marrësh një vendim edhe mos bësh pishman. Heqësh përpara. Tani ti je pothuajse një ndër biznesmenë shqiptar i realizuar. Çfarë planesh për këtë shkëlqyer të ardhmen? Apo do të thirr je këtu me shiu këtë moment? Tash po punoj me 2 projekte personale, janë në fazën e dizajnimit. Një është në Muskoka dhe një në Toronto, dhe biznesi pastaj vazhdon. Të ke për personale, do je për shitje. Po, apo po dalë shpirт mirë direkt shitje. Do ta mendoj. Po plani për momentin se kanë ndodhur herë tjera që kam ndërtuar dhe kanë thënë që kjo është shtëpia e ëndrave, nuk do e shes. Pastaj kur vjen A ka mundësi të lutem na thuaj kush është shtëpia e ëndrave për ty? Me që je në fazë dizajnimit të shtëpisë tënde. Atë të ëndrave po bën. Në Elbasan. Po. Më bukur i vend. Po. As the Congo. A do bësh dhe një shtëpi në Elbasan? Apo s'len, s'ke tokat, i kanë marrë tokat. Kanë grabit. T'kan shprontu fare. Kisha të gjithë shu thonë, kisha e disa toka kisha thonë, si gjithë s'kishte në ëndra kishte në Shqipëri nuk kam ndonjë plan për ndërtu për momentin. Kisha në plan për ndërtu diçka nga plazhi, po dhe ajo që po bëj këtu në Muskoka, besoj që nuk jam gati. Çfarë sipërfaqe ka këtu? Çfarë mendon ta bësh? Urdhëram? Çfarë sipërfaqe pa të ketë kjo? Rreth 7000 square feet. Wow. Në Muskoka. Jo, në Toronto. Në Muskoka besoj 4000 square feet. So, çfarë janë elementët të një shtëpie që ta bëjnë shtëpinë e ëndrave për Nikon? Piscina. Po, në fakt, jo, edhe jacuzzi dhe piscina, në fakt po bëj diçka ndryshe nga të tjerët, nga që këtu dimri është i gjatë, edhe po bëj një piscinë basement. Oh, wow. Sauna, gym, indoor pool, okay, sepse dimri është i gjatë. Na fol pak please për hobbyt e tuaja. Çfarë hobbysh ka besnikava?
Përveç parës, para dhe para ti hobi. Tash i hobi s'kam shumë, po jo Sport, gjitha. S'ke kohë për hobit, nuk Sport, është se s'ke. Ja, deri diku e gjej kohën, domethënë sepse e vlerësoj jetën edhe duhet dhe jeta është e shkurtër, kështu që mundohem të bëj kohë për gjëra që për unë jam tip që kam shumë adrenalinë. Edhe më pëlqen shpenzoj shumë kohë në liçen, në verë, dimrit snowmobiling shkoj shpesh herë, fund javave. Edhe pushime pastaj. Do e bësh atë pyetjen që e lanë parën e me? Parë Jo, se më studio? Po mendoja që Atë pyetjen tjetër. A beson të yjet? a beson të yjet. Beson të yjet të horoskopi? Apo E ka i ka met minat e horoskopi po leo. se bam si provë shpara. Nuk beson. horoskopin e dëgjon apo kështu fshehur azi? Nuk e dëgjoj me thënë drejtë. Nuk e Ama nuk te e fati dëgjon. beson, te Po, fati te beson. fati beson, te universi fati beson. Se jemi bërë kështu tani si fallxor, po Universi besoj. e ka Edhe tek karma besoj. pas ka më shumë. Nuk ka shërësish më. Po pse të shkthyer karma që beson? Nuk besoj dhe kur më shprim është kthy për mirë, kështu që nuk Sa kam ke bërë vetëm mirë, okay. Shumë mirë, super. Besniku e tha Po, që kam energji pozitive, e tha. e di do të pyes për diçka se e kam tani më mbeti në mendje. Kush ka qenë çelësi i suksesit për Nikun? Puna e palodhur, guximi apo dashuria për lekun? Nuk besoj që ka qenë dashuria për lekun, por një kombinim i të gjithave, puna e palodhur, guxim. Lego vjen pastaj. Lego vjen natyrshëm, po punove. Jo, më ky nuk deshte lek fare, më leku erdhi rastësisht. Ky ka Se gjetë bën, karrimin e duhur që të po. vjen Lego. Po se Kjo është deri diku e vërtet, sepse unë nuk jam too greedy person, edhe leku erdhi si pasojë thua ti. të di. Sa bukur nuk ishte qëllim, leku ishte vetëm pasojë e punës së palodhur dhe guximit tënd. Ja, më tepër besoj që ka të bëjë me pasionin, jo me lek. Po po. Është normale që jetosh jetë një herë duan dhe ta suportosh duan dhe lekët, është pjesë e procesit. Nik a je tifoz apo si tifoz? Se tani kombëtari jon bën fjalë që më vi shumë shpejt në Toronto. Ja, po, jam tifoz, shoh futboll. A je tifoz, shef futboll, është tifoz, po ç'a bën më shumë se shef? Nuk është jam tifoz i zjarr, Nuk ka ekstrem. por më tepër ndjek Champions Nuk League-n, ngrihesh ti kështu me gjithë tavolinën e ngre sipër edhe fillon të shmendesh fare kur fiton kombëtari. Se ashtu nuk quhesh tifoz, shu vetëm e pa futbollin Qa shumë. ndjeve- Jo, ndjeve- rreth im shoqëror s'ka problem për ta bënë se ngrenë ato tavolinën, kështu që. Çfarë ndjeve shef. kur ndodhi I bëse incidenti në herë. Serbi me Shqipëri Serbi që ndodhi para sa vite, 10 vjet, 12 vjet sa ndodhi. Po, ai ishte ndeshje me shumë emocione, Aty besoj se s'ka pas shqiptar që s'ka lëviz gjatë. po, ishte ndeshje shumë e bukur, plot emocione, edhe duhet i falenderojmë lojtarët e kombëtarës për punën e palodhshme dhe rezultatin. Jo, po fisha edhe për kur u ngrit Kamurin në Serbi, u ngrit. Po ndeshjen para fare. Ajo ngjalli komplet patriotizëm që u kthyn shqiptarët, u kthyn ta kombi nga ajo ishte ndeshje me shumë emocione. Por e mamen. Po, mamen, po. Atëherë ajo kombëtare urojmë me Zotin që shumë shpejt të jetë në Toronto në 2026 dhe pse jo ta kemi pretendente me fitu. Patjetër. Do bëj- Shqiptarët fitojnë. Unë mendoj se ka Është shekull thjesht e shqiptarëve, kohës. ka ardhur viti shqiptarëve, shekull shqiptarëve ka ardhur. Unë besoj që duhet lozin me zemër të bëjnë Gjithmonë mirën lozin të me mundshme. zemër. Pastaj do fitojmë apo jo? Koha do Çunat e të kombëtarës janë më të mirët dhe në atë ndeshjen me Serbin kanë bërë histori. Ne sot flasim akoma sa kanë kaluar. Kaloi gati një muaj e gjys apo pak a shumë. I vërtet. Fitoria. Që ishte ndeshja me Serbin. Nuk ka shumë. Në fakt lokali që e pa Një muaj. Lokali që e pa shumë kishte edhe shumë serba ditë. Ashtu ë? Ndeshjen erdhën na dhën dorën gjithë. Ashtu sa për fitoren, po. Sepse ky është sporti, domethënë duhet merret me sportivitet. Ka debuza, anash ka respekt. Ata duhet me respektu. Atë fjalë. Jo për vuk kot, kanë vuk, kanë këtë kush lu futboll, sportist ka këtu respekt. Ashtu ë? Po. E ka as kodi i rregullores. Domethënë respektohet fituesi, merret me sportivitet humbja. Kjo është. Jep dorë, po edhe respekton sportistët, jo që kush mund
Do ta respektoj. Për tu respektu, tha, ka ca fyten një ca herë aty në përfushta, po shqyr s'është vranjur Ne, në kohë të ta- fundit. Edhe ja bën futbolli më interesant. Niku Në kthehemi fakt, pak dumi çik mundjen e kthehemi pak nga vendimja. Çfarë të mungon nga Elbasan, nga Shqipëria? Besoj shoqëria dhe njerëzit. Familjarët, kam vllajën që jeton në Shqipëri dhe mopra, se kam ndonjë motrë që jeton në Amerikë, e shoh më shpesh, por pastaj plazhet, ushqimi, Pa ballvell. Ka ballvell, po. Elbasani çfarë ka apo ka ballokumet? Këtë ta vënë vetë bollokumet. Po këtë e ka të vetëm. Edhe Ka që edhe tjetër që muzikën. s'dim ne? Edhe muzikën Elbasançe, edhe Yusuf Bizyrin e këto. Nice. Tek. Ndonjë gjë tjetër që s'dim ne nga këto ushqime tradicionale me që jemi në muajin e shqiptarëve? Besoj. Na ka shku menja po e bëjmë. Pa ballvell. Ballvell besoj. Tavën e vdeut. Okej. Ti si ekspert gatimi nuk do të vënë cikletë anit na japësh ingredientët? Se kam idenë fare. Okej, pra thash, ma mori mendja. Po sa herë shkon në Shqipëri? Merr malli? Besoj një herë në vit, përpara shkoja 2 herë. Mundohem të shkoj sa më shpesh të jetë e mundur, por pastaj puna angazhon këtu tas. Po kur shkon, e mendon ndonjëherë është më mirë këtu do kthehem një ditë. I dëgjoj shumë shqiptar që thonë do punojmë, po do kthehemi një ditë në pension, në atë kohën që nuk kemi më gjë për të bërë këtu, do kthehemi në tokën am, do e kalojmë jetën në fundin e jetës aty. Jo, unë personalisht e kam experience në 2012, nuk thema mrapa e provova. Nuk Kështu që nuk funksionoi. Besoj më tepër kishte normale që Shqipëria pëlqen sa është vendi im, po Niko ka mundësi- bërë kështu. E ke parasysh kur merr një kaset muzike? E çon një herë në fund shiritin, çka ka ti në fund, pastaj kthej prapë dhe hajt për vazhdim të tjerë. Domethënë Nuk kthehem më. e ka përjetuar. Por ato, gjithsesi besoj që kohët me sa kam gjuar kohët po ndryshojnë, Shqipëria po rregullohet çdo ditë. Për sa i përket temës, do kthejmë apo jo, koha do t'rregojë. Never say never, thon këto. Mendoj që regjia po na çon sinjalet që Ikni thot. pak a shumë Mbylleni do se t'i- e do t'i japim, do keni t'i japim. e keni zgjat, e keni Drekim. tjerë sot. Po. Keni pyetje të fundit për besnikën? Po kalojmë bukur, pse do iki? Po. Jo, po ti bëj- s'deshe të vije tani, e kupton atë thash. Jo tash. Atë Me thash. kënaqësi herën tjetër do vi. Do Okej. vish patjetër. Edhe para jush do ju pres këtu. Një herë muj je këtu mirë se ardhur. Do i marr Andreas Mirë, çeksin muaj, dhe do hap dyrët. Patjetër. Vetëm në qoftë se do ndash këshilla me ne, këshilla kështu praktike, jo të paguajmë ne tani të vim në consulting firm që të na japësh ti këshilla, për sidomos Renin, më burr nuk ndave asnjë gjë. Për sidomos për këto taksat, apo do të ftohesh. Jo, E di Rini, pse e bëri se do të ftohet prap. Do flasim me ty. Do të ftohet, do të vi Rinia prap. mos ket frikë, nëse beson që ka një ëndë dhe duhet paktën tentojnë. Jeta shpërblen guximin edhe punën edhe Shumë e bukur kjo. këshilla që mund t'ju jap. Domethënë jeta është përblen guximin, me këtë do ta mbyllim. Besni kjo ishte vërtet shumë e bukur. Vatëm vesh njerëz. Faleminderit pra të nderuar të shikues të emisionit tonë Një mëngjes me Ada. Kjo ishte edhe intervista me të ftuarin ton Besnik Allën. Besnik ishte shumë kënaqësi. Najsi. Do të kemi prapë në Faleminderit për studio. ftesën. Shumë faleminderit. Faleminderit që erdha.